që në kodin penal është një dispozitë që shfrytëzimi i prostitucionit nga zyrtar është dënohet deri në 15 vjet. Ke dëgjuar ndonjë? Ke dëgjuar ndonjë ata? Absolutisht asnjëherë. Atëherë është kod ligji, kod dispozita, kod kodi. Vetëm një fjali në mbrojtje të asaj që thash për pjesën nordike, në lidhje me këtë që sapo përmendëm. Momentin që dënon blerësin dhe mbron shitësin, duke ditur që shitësi vjen gjithmonë nga shtresat më vulnerabël, më të marginalizuara, sepse ke parë... Po pse më ka dhe blerësa që vinë apo ato shtresa? Ke parë ndonjëherë ti eskorta të arrestuar? Ke parë ndonjëherë eskorta të arrestuar? Absolutisht. Janë institucione të nivelit të lartë Po. që shefat e tyre i përdorin punojësit si eskorta. Në një mënyrë shumë të pra, pse ne themi sofistikuar, pse ne themi që nuk ka skllavëri, e japi shërbimin edhe të tjerë. Pse ne themi që nuk ka skllavëri? Nëse kjo eskorta është shfrytzuar nga pronari i saj, nëse kjo prostituta është shfrytzuar nga sklavo pronari i saj, kemi të bëjmë me skllavëri njerëzore sot midis nesh. Po mirë, pse atëre po ju ngacmoj ndërgjegjen, po ju ngacmoj. Nuk është e dëshiruar, po është e detyruar. Ylli, pse se quan ti rishpërndarje lekësh për shkak? Urdhro? Pse se quan një rishpërndarje lekësh? Ajo po, ajo se nuk është e drejtë është ajo. Është duke keq trajtuar. Për shembull, shikoj unë në rrugë goca të reja, po kur them të reja, shumë të reja, me makina super luksoze gjigante, them sa kam punuar këto. Do nga gjithë jetën që punoj, edhe se ndoroj ta mendoj, jo ta blej, se mirë të blerë baze. Eskortat sot janë si kurtizane dikur që lexonim në romane. Janë pjesë e haremit të dikujt. Janë pjesë e një haremi që kanë benefite dhe ato. Por a dënohen to asnjëherë? Kush arrestohet, kush ka? Dhe tani Erion ka një gjë. Gëzuar njerë me këtu e di pse bra gëzuar, se na u tha fyti me gjithë muhabete. Ka dhe një çka tjetër. Më vjen i natë me Rolandin, e kupton? Më vjen i natë me Rolandin që pori ka qurt. Flasim për një fenomen dhe si kemi dhënë dorë. Është një luftë e madhe tani. Roland, si ka mundësi që pori ka qurt ti dhe ti e marr me 30 raste? Jo, ai ka qenë kthjellët. Se ndërkohë që po flisë po dëgjoj nga tani këto 30 raste kush i ka denoncuar? Nga ana juaj po dëgjoj shpërndarje lekësh, nga ana e Gerdit po dëgjoj se si shteti bashkëpunon për përfitu disa lekë. Nga ana tjetër, ndërsa duhet kuptojnë dy thelbe kryesisht të rëndësishme. Prostitucioni përhap dy plagë shumë të rëndësishme. Përhapjen e smundjeve, e cila është një përhapje epidemie, dhe unë them që në Republikën e Shqipërisë sot kemi përhapje epidemie të pakontrolluar të sidës dhe smundjeve seksualisht transmetueshme nga gjithë të prostituta që na vinë. E dyta, kemi dhe përhapjen informale të legëve që fitojnë ato punonësit e thjesht atje, me ato 10.000 lekë në ditë që merr ai punëtori atje, dhe ato 10.000 lekë, jo tutori, jo punëtori, dhe shkojnë lënë tek prostituta. Pra nuk është prostitucioni i këtyre femrave që vinë nga jashtë, nuk është i nivelit lartë, nuk shkojnë këto ministrat e drejtorët, janë për nivelin e ulët, janë për atë nivelin e klasës punëtore, të cilët lënë familjet e veta në nevojë, pa paguar të ardhurat nevojat familjare, dhe nevojat familjare i lënë tek prostituta. Tregoj një rast që ishte